Një përplasje forte retorike është shënuar mes presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe Papa Leonit në lidhje me politikat e luftës dhe emigracionit. Në një reagim të publikuar në rrjetin social Truth Social, Trump i ka kërkuar që dikush t'i tregojë Papës për zhvillimet në Iran, duke theksuar si armë bërthamore në duart e Teheranit është e papranueshme dhe duke përmendur dhunën ndaj protestuesve. Deklaratat e presidentit amerikan vijnë pasi Papa Leoni kishte paralajmëruar më herët për rrezikun që demokracitë të rrshqasin drejt asaj që ai e quajti tirani mazhoritar, duke theksuar se funksionimi tyre varet nga respektimi i vlerave morali dhe etike. Udhëheqësi i Kishës Katolike ka qenë kritik ndaj vendimit të administratës amerikane për përshkallëzimin e konfliktit me Iranin, duke deklaruar se luftrat nuk mund të justifikohen dhe se dhuna bie ndesh me parimet fetare. Ai ka kundërshtuar gjithashtu retorikën e ashpër të Trump, duke cilësuar të papranueshme kërcënimet për shkatërimin e qytetërimit iranian dhe duke refuzuar të përfshihet në iniciativa të caktuara të Shtëpisë së Bardhë lidhur me konfliktet në rajon. Përveç çështjeve të sigurisë, Papa Leoni ka ngritur shqetësimet edhe për trajtimin e emigrantëve në SBA, duke kërkuar një reflektim më të thellë mbi politikat migratore dhe ndikimet e tyre në shoqëri. Ana tjetër, Trump ka reaguar dhe më herët ndaj këtyre qëndrimeve, duke cilësuar Papën si të dobët në raport me çështjet e krimit dhe politikës së jashtme, duke thelluar kështu përplasjen mes dy figurave me ndikim global.